Vetëm sot deri në mesditë ekipet e ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup kanë intervenuar në 4 raste, ndërsa në nivel ditor informojnë se kanë nga 200 thirrje. Një prej rasteve është një e moshuar e cila ka pasur kolaps në autobus urban dhe ka marrë lëndime në kokë, tregon doktori Rihad Rexhepi. Temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin kanë ndikuar në rritjen e numrit të thirrjeve në shërbimin e ndihmës së shpejtë dhe intervenimeve, kryesisht e personat me sëmundje kronike, të moshuarit dhe qytetarët që janë ekspozuar për një kohë të gjatë në diell. Përveç do me thonë që kanë kolapse nga humbjeve të dijes, pasojnë edhe lëndime të ndryshme. Vetëm sot kishim 3-4 raste të tilla ku kanë marrë edhe lëndime në kokë. Të gjithë pacientët janë dërguar në për spitalet përkatëse. Gjithashtu është i rritur edhe numri i thirrjeve të personave të cilët kërkojnë vetëm për konsultime, nga temperaturat e larta kanë variacione të tensionit arterial. Sipas mjekëve, më të shpeshta janë rastet e dehidrimit, lodhjes nga të nxehtit, rënjes së tensionit, marramendjes dhe përkeqësimit të gjendjes të pacientët me sëmundje kardiovaskulare dhe respiratore. Për të lënë hapësirë për rastet më urgjente, mjeku Rexhepi apelon që fillimisht konsultat të bëhen me mjek am. Kemi nga të gjitha moshat, normal më shumë janë ata që paraqiten personat moshuar, do të thonë që kërkojnë këshilla sepse jetojnë vetë, nuk kanë familjar që t'i dërgojnë për terapinë e duhur t'ua blejnë, ose nuk e kanë marrë terapinë që ju duhet për 1 muaj, edhe konsultojnë si të veprojnë me atë terapi që e kanë në shtëpi. Në vende publike më së shumti paraqiten personat moshës së shtyr, do të thonë më së shumti në autobus. Rexhepi u bëri thirrje qytetarëve që çmangin daljet në orët më të nxehta të ditës, të konsumojnë sa më shumë lëngje, të qëndrojnë në ambiente të freskëta dhe të respektojnë rekomandimet e autoriteteve shëndetësore. Kujdesi veçantë rekomandohet për të moshuarit, fëmijët, gratë shtatzëna dhe personat me sëmundje kronike, të cilët konsiderohen kategoritë më të rrezikuara nga temperaturat e larta.